Miq, ju përshëndes. Jam te një nga këto pallatet që ka këtu Tower de Odeon. Është pallati më i lartë në Monaco dhe që ka pronën ose hyrjen më të shtrenjtë në botë, e cila vlerësohet, pra është kati i fundit, që ja tregoj të gjithë. Është ky pallati këtu pra, kjo godina kaq e madhe këtu, e larta. Tower de Odeon. Odeon Tower. Tower de Odeon. Odeon Coffee, edhe ka këtë, është ky pallati gjigant. I lartë, është në Monaco dhe kati i fundit. Pra një hyrje që është ndoshta do të jetë kati i fundit i gjithë, kushton 390 milion euro. Është apartamenti më i shtrenjtë në botë. Konsiderohet si apartamenti më i shtrenjtë në botë. Ndodhet në Monaco te ky pallat, te kjo kull, më saktë, se nuk është as pallat, se pallatet quhen to tani të voglat. To vilat, se pallatet quhen vila tani, nuk. Tu Odeon Tower. Erdhete? Iga se ka qisht